Jemi sërish në një tjetër intervistë, në një tjetër biznes, i cili lidhet me traditën shqiptare, me kuzhinën shqiptare, shi e fshati, dhe kemi pranë nesh në Trend Awards 2025, Antin dhe Monda Ibro. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Trend Awards. Përshëndetje dhe mirë se dëgjetëm. Të flasim sot për një ndër ato biznese cilat janë të rrallë, por për cilat janë shumë traditë sa i takon vendit tonë. Eksperjenca juaj sa vite kanë treg, si është pritur, a ka konkurrencë ky biznes, a është specifik dhe i veçantë në llojin e tij? Operojmë për 7 vitesh. Jemi fokusuar në fushën e gatimeve tradicionale, kryesisht të zonës tonë, të fshatit tonë, të origjinës tonë. Shumë produkte ne i prodhojmë vetë, që ndoshta kemi konkurrencë, por na bën të veçantë. Jetën kohë pasi shumë produkte i prodhojmë vetë dhe ushqimin e ofrojmë autentik siç është gatuar para shumë viteve. Pra nuk ndërhyjmë apo të fusim modernizma në kuzhinën tradicionale, e ofrojmë identike siç është. Janë ato ingredientët kryesorë që ka çdo recetë e traditës shqiptare. Eksakt. Kuzhina tradicionale është e thjeshtë. Është gatim shtëpie, është gatimi që ne kemi ngrënë nga duart e gjyshes, nënës, mamas. Pra është gatimi i thjeshtë, por ka brenda dashurinë dhe pasionin. Gjë që e bën veçantë. Që i vlen për të theksuar, çdo gjë gatuhet në moment. Edhe i serviret klientit e sapo gatuar. Kjo është një Ne nuk kemi asgjë që e përgatisim përpara, çdo gjë përgatitet në moment dhe çdo gjë merret nga fshati dhe është bio. Mendoj që kjo është. Si ka lindur ideja e krijimit të këtij lloji biznesi? Ideja është e Mondës. Në për fatin ton të mirë, objekti që ne morëm me qira, ku do ushtrojmë aktivitetin sot, Që ndodhet në qendër të tjera. është mund në qendër në kryqëzimin e rrugës Dimës, në rrugën Barrikada, edhe ishte mbyllur. Ndërkohë që më përpara i ka funksionuar si njëjti aktivitet, si restorant, por dhe si në fusha të tjera të biznesit. Edhe duke kaluar aty, Monda e pa, tha, "Ok, që ka mbyllur", tha, "Po shiko, tha, ne shtëpinë e kemi afër", tha. Jemi shumë afër me Njerëzit i kemi. Ndërkohë aty vazhdonin vinin turistë, kërkonin restoranti që qenë para disa viteve. Edhe kështu lindi ideja. Në mënyrë ishte lënë me një lloj klientele ai. Eksakt. pa klientel, por ai ishte i fokusuar jo te tradicionalja, kurse ne jemi tek tradicionalja. E kuptoj. Edhe fati jon i madh është sepse ne kemi njerëzit tanë në fshat, edhe ato na sigurojnë lëndën e parë, si thuash, gjithë gjërat bio, ne i marrim, i kemi gati Një mbështetje e madhe, një mbështetje e madhe dhe shumë produkte, po përmend disa siç është qumshti, veza, djati, pulat e fshatit, pulat dhe gjelat e detit që janë ekskluziviteti joni dhe ne i gjendemi familjeve shqiptare natën e vitit të ri, në datën 31, ne punojmë për familjet shqiptare. Pra shpërndajmë në familje, në shumë familje tiranëse, gjelin e detit, sepse ne i rrisim det. Pra, janë një mbështetje shumë e madhe për ne, sepse ofrojnë garantojnë cilësinë. Dua shumë t'i falenderoj sepse pa ato neve nuk do ishim kaq të suksesshëm. Po, ishte një nga arsyet që ne hapëm, pra kishim mbështetjen, kishim produktin, prodhimin, që të ofronin produktin e gatshëm. Nëse do i ndaja shqiptarët me turistët, cilat janë dy pjatat e preferuara të shqiptarëve dhe cilat janë ato të turistave? Unë do t'i ndaja në radhë parë në dy grupe që janë delivery dhe restoranti. E kuptoj. Sepse shqiptarët 90% përbëjnë pjesë të delivery, kurse të huajt 90% përbëjnë pjesë të restoranti. Të shërbimi direkt. Të shërbimi direkt. Dhe në restorant shërbimi direkt dhe që preferohet shumë nga të huajt, hyn kryesisht to pjata që ne i quajmë mesore. Pëlqejnë shumë, pra pak nga të gjitha, sepse duan t'i provojnë të gjitha. Dhe këtu do të përmend fergesën, tavën e dheut, kroketat e veçanta, që janë e kungullit apo e djathit, byreqet i pëlqejnë shumë, janë turizmi i byrekut është i frikshëm në Tiranë. Edhe përveç këtyre Besoj ju ndesheni shpesh herë edhe me ndonjë problematikë të vogël sa i takon konsumatorëve që janë të shumtë në rastin e byrekut apo. Atjetër, por si çdo gjë, siç tham, duke qenë se ne çdo gjë e gatuajmë në moment, aty bëhet me rezervim, porosit dhe ne kemi kohën, marrim kohën që t'i prodhojmë në moment, i gatuajmë në moment. Pse duhet ta vizitojmë shije shtëpijet, përveç se tradicional shije fshati. Po dhe shtëpije, mirë e ka. Po mirë e ke. Shtëpije e thash, groshetone, shtëpia me fshatin, aty janë, aty flem. Si mund t'i trasim në një farë forme klientët që ndoshta nuk e kanë vizituar asnjëherë dhe duan patjetër të shijojnë
këto gatime tradicionale? Gatimet tona mund t'i gjesh edhe jashtë Tiranës, ka restorante plot që i kanë të freskëta siç neve i marrim. Por neve themi që jemi në mes të Tiranës me produktet e freskëta të fshatit. Do me thënë, në qendër të Tiranës ti mund gjesh diçka. Vetëm kemi si fshatin Në qytet. Këtë e kemi. Dhe e dyta, stesa shumë e thjeshtë, nëse doni të ktheheni 50 vite mbrapa, bujro, kujtoni si keni ngrënë nga duart e gjyshes, nga duart e mamas. Hajeni dhe provojeni. Në shije fshati. Në shije fshati, sepse jetojnë në kohën e fast foodit, pra gjërave të gatimeve të shpejta, sepse ritmi është i tillë. Por i ftoj të gjejnë pak kohë dhe të vinë të kthehen pas në kohë. Në qendër të Tiranës. Shije fshati, po në qendër të Tiranës. Ne ju falenderojmë shumë që jeni bërë pjesë e jona dhe sa më shumë suksese dhe vazhdimsi dhe njerëz të cilët duan dhe ndjekun traditat dhe ju pëlqejnë këto gatime që ju ofroni për tregti. Ne ishte shumë kënaqësi, është kënaqësi që jemi për herë të dytë në Trend Awards dhe bashkarisht të rritemi, ecim para, edhe është, domethënë mundohemi të japim më të mirën si ne, edhe ju, edhe është një bashkëpunim i frikshëm dhe shpresojmë të jemi edhe herë tjera, pse jo. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi.